Përshëndetje, po takojmë sërish me lajmet orës 9. Negociatat historike direkte për paqen në lindjen e mesme kanë përfunduar pa marrëveshje. Zëvendës presidenti Shahbaz Ghiti Vance ka thënë se negociatorët amerikanë po largohen nga Pakistani pasi nuk arritën një marrëveshje me Iranin pas 21 orësh bisedimesh. Duke folur në një konferencë për shtyp nga Islamabadi i Pakistanit, Ghiti Vance tha se Irani ka zgjedhur të mos pranojë kushtet tona. Zëvendës presidenti tha se bisedimet me zyrtarët iranianë zgjatën 21 orë, duke i përshkruar si diskutime thelbësore, por shtoi se SHBA-ja nuk ishte e gatshme të bënte kompromis mbi vijat e kuqe të saj. Përderisa po rrjedha fati shtesë prej 34 ditësh si rrjedhoi e vendimit të fundit të kushtetueses për zgjedhjen e kreut të shtetit, edhe kjo javë po përmbyllet pa ndonjë parafrim qëndrimësh. Intensifikim të takimeve janë paralajmëruar për javën që vjen, ndërkohë që kanë mbetur edhe 16 ditë deri në skadimin e afatit kushtetues. Nëse kreu i shtetit nuk zgjidhet deri më 28 prill, ku vendi rrezikon shpërndarjen automatike dhe shkuarjen në zgjedhje të parakohshme. Nga këndvështrimi i njohësve të fushës, shkuarja në zgjedhje pos kostos financiare mund të shënojë ngjecje në ecjen tutje të politikave zhvillimore të vendit. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit për muajin mars 2026. Aty thuhet se çmimet e konsumit kanë pasur një rritje prej 6.7% për një vit dhe 1.5% për një muaj. Sipas publikimit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë në një mesatare prej 6.7% në muajin mars 2026, krahasuar me muajin mars 2025, kurse inflacioni mujor ishte 1.5% më i lartë në muajin mars 2026. Rritje më e madhe e çmimeve vrehet tek karburantet, perimet 3.7%, pemët 1.5% dhe mishi 0.3%, me një ndikim të përbashkët prej 1.7% në indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit. Ndrojmë temë të informacionit. Policia e Kosovës ka njoftuar se mbrëm në rrugën Vllezrit Gërvalla në Ferizaj, 2 persona janë përleshur fizikisht, si dhe ka pasur të shtëna me armë zjarri. Sipas policisë, një person ka pësuar lëndime trupore si pasojë e përleshjes, por jo nga arma e zjarrit, ndërsa në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri si dhe 3 gëzhoja. Zëdhënësi i policisë e Kosovës për rajonin e Ferizajt Kanun Veseli njoftoi se një person është shruar në stacionin policor, ndërsa i dyshuari tjetër është arrestuar pasi që kishte njoftuar se do të dorëzohej në polici. Shkojmë tani për pak qaste në Shkodër, ku vizitorët i tërheqën ndërthurja e natyrës së paprekur me gjurmët e lashtësisë tonë kombëtare. Ura e mesit është vetëm një nga dëshmitë e gjalla të trashëgimisë kulturore dhe historike të kësaj zone veriore. Ndjekim hollësitë që sjellin kolegët e televizionit shqiptar. Ura e mesit është një ndër monumentet më të veçanta kulturore në zonën e Shkodrës, e cila tërheq çdo ditë një numër të madh vizitorësh të huaj. Turistët që ndalojnë në këtë destinacion mbeten të manitur nga ndërthurja natyrës së paprekur me bukurinë e rrallë të urës qindra vjeçare. Vi nga Spanja dhe për mua është hera e parë që e vizitoj Shqipërinë. Dua të them se po ndihem shumë i lumtur në vendin tuaj. Shkodra është vërtet një qytet shumë i bukur dhe vizita në Kalan e Rozafës është një përvojë fantastike. Pamja nga kalaja është e mrekullueshme dhe historia e saj e bën edhe më të veçantë. Po ashtu edhe ura e mesit, një monument tepër i veçantë. Shqiptarët njihen për mikpritjen e tyre. Ndaj është shumë bukur që po na presin me dashamirësi, çdo gjë fantastike. Jemi nga Malta dhe kjo është hera e dytë që vim. Këtë herë kemi vizituar si veriun ashtu edhe jugun. Kemi lëvizur shumë dhe na kanë pëlqyer pamjet, ushqimi dhe pothuajse çdo gjë këtu. E vetmja gjë që vum re është se rrugët kanë nevojë për pak përmirësim. Në përgjithësi, njerëzit janë shumë mikpritës dhe po e shijojmë shumë qëndrimin ton. Nga këtu do të shkojmë për të vizituar Alpet. Vendi juaj ofron shumë mundësi për të bërë turizëm.
Ura Mesit mbetet një dëshmi e gjallë e trashëgimisë kulturore dhe historike të zonës së Shkodrës, duke vijuar të tërheqë vizitorë nga e gjithë bota, e ndërthurur në mënyrë harmonike me natyrën përreth. Kjo urë jo vetëm që ruan vlerat e së shkuarës, por edhe promovon potencialin turistik të veriut të Shqipërisë. Do që të lajmet e orës 9, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.